Ndërsa Shqipëria po pret me ankth vendimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian për statusin e vendit kandidat, Komiteti i Jashtëm në Parlamentin Evropian ka miratuar me 49 vota pro projekt rezolutën për Shqipërinë, e ndërtuar nga raportuesi ri kroat Nikola Vuljanić. Pas diskutimeve, projekt rezoluta mori vetëm një vot abstenim, ndërsa një zëri u kërkua bashkëpunim mes opozitës dhe majorancës në Shqipëri. Janë të kaluar të gjitha çështjet politike dhe ka një bashkëpunim përse i përket integrimit në Shqipëri, ndërsa përse i përket zgjedhjeve mund të themi se është hera e parë që opozita pranon rezultatin, tha eurodeputeti Wolfgang Grossrock. Por eurodeputetët e tjerë kanë kërkuar me ngulm që qeveria të bashkëpunojë me opozitën si e vetmja rrugë që Shqipëria të shkojë drejt Bashkimit Evropian. Rezolutën e përgatitur nga raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Nikola Vuljanić, thuhet se statusi i vendit kandidat për Shqipërinë është i arritshëm, pasi vendi ka vazhduar të japë rezultate konkrete në fusha kyçe të reformave. Rezoluta nënvizon se integrimi i Bashkimit Evropian duhet jetë një përpjekje kombëtare në një projekt gjithëpërfshirës për të gjitha forcat politike dhe shoqërinë civile, nënvizon progresin inkurajues dhe agjendën e reformave, si dhe shpreh besimin në kapacitetet e Shqipërisë dhe angazhimin për të ecur më tej në rrugën evropiane. Përshëndetet miratimi i reformave kyçe, si dhe tre ligjet. Reformat sociale janë aq të rëndësishme sa ato politike dhe ligjore. Shqipëria po përpiqet të ngrejë nivelin e kohezionit social dhe ka nevojë për një mbështetje të fuqishme nga ana e Bashkimit Evropian për ta bërë këtë, theksohet në rezolutën e hartuar nga raportuesi për Shqipërinë, Nikola Vuljanić.